E ne tani kalojmë në një storje e cila ka të bëjë me një njeri shumë interesant. Çfarë po ndodh me jetën e tij momentalisht? A është ai njeriu më i pasur në Kosovë? Dhe a është në lidhje dashurie? E ndjekim bashkë një material të përgatitur enkas për kryetarin legjendar apo për Visar Arifaj. Është themelues i Partisë së Fortë, aksionar në kompaninë Trembelat dhe asamblejës në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Edhe zakonisht për restorant edhe une nuk i parajnë si tjerë. Bëhet fjalë për njeriun me më së paku komplekse dhe personalitetin më modest. Visar qysh u thëm për në punë, në përzyre dhe në gjithka ka i ki punë. Si një njeri që nuk ka leje të shoferit, une bazona kryesisht në komët e mi janë në bicikletë edhe në taksi, varsisht prej motit edhe distancës. Paraqitjet e tij gjithmonë janë të veçanta, deklarata të përcjella me sarkazëm dhe humor, përmes të cilave kryetari legjendar pasqyron realitetin në vend. Përshëndetje të nderuar qytetarë të Kosovës dhe më gjërë. Sot në këtë ditë madhështore po e festojmë përvjetorin e 6 të shpalljes së pavarësisë së shtetit gati më të ri në botë, Republikës së Kosovës. Përveç se di mirë të ironizoj, karakteristikë tjetër të parit të Partisë së Fortë është edhe qëndrimi serioz. Por a e ka të imponuar këtë nga pozita prej politikani, apo është i tillë edhe në realitet dhe shumë sekrete të tjera në lidhje me të i zbulon vetë kryetari legjendar Visar Arifaj. Po më doket që me përqindje bësqeshi shumë a shumë. S'pako në krahësim me deklaratat politike, po definitivisht keshi. Po mre po, jam njëri keshën, që shjo, kur përmendoj. Ose s'pako mu më doket. Visari është 29 vjeçar, është lindur në Prishtinë derisa rënjët i ka nga Dugaxhini. A jeton me nënën në banesën e tyre, e cila ka vlerë 100.000 euro, derisa me anëtarët e tjerë të familjes, kryesisht takohet në Tryezë. Me familjen i kemi ceremoni shumë të rëndësishme, nejat e gjata në trapezari, ku kur mbledhem krejt antarët edhe qesim qaja, atër aty do të mendajt si do mas pas buke edhe një ora, 2 tjera të përzi qaja dhe të diskutu gjithë shka, se si duke trapezari është një fara si vendi shumë ai këndshëm për krejt me umbledhe dhe me folë me një tjetër, s'kas televizora, s'kas kur gjë tjetër, kërqë trepezaria është një farë simboli përbashkues i familjes, po edhe me shoqni, si lo keq, s'po mdoket që kalon javë pa dal edhe me u shfry me hek krejt stresin. Përveç familjarve, Visari gjen kohë edhe për të dashurën, me të cilën është në lidhje dashurie tash më shumë se 2 vite. Visari është shumë i dashurum, po martesa në një farë mënyrë nuk më doket që ka fort lidhje me dashnia, ajo është vetëm me përzi byrokracinë me dashnia, nuk po më doket që dashnia është shumë më e mirë, qashtu qish është, pa e kompliku. Okej, do më thonë, jemi në lidhje? Jam në lidhje, po. Që sa vite dhe me kanë? Që 2 vjet e gjys, po, 2 vjet e gjys, me diten, DTA Krasniqi. A kështë mujtë më pas ma shumë oferta, ose a ke pas oferta, ata është masi që e bo figurë publike? Tash pozita e një kryetarit partisë normal që vjen edhe me benefite tjera, po mdoket që ajo është edhe arsyeja kryesore ka njerë pse njerëzit mirën me politikë dhe bëhen fytyra publike, është vetëm për me pas edhe shpërblime kolaterale anësore. Gjithsesi, Visari momentalisht nuk ka plane për martesë, e aq më pak të bëhet baba. Fëmijët shumë i du, shumë janë zbulim interesant fëmijët, edhe kaloj shumë mirë me fëmijë, po nuk po mdoket që s'paku edhe një 10 vjet kisha mujt me marrë një përgjegjësi të tillë, se po mdoket që nëse veç vendos me bo fëmijë është një farë
vendimi që dush me marrë me shumë përgjegjësi edhe është pak ironike që njerëzit duhet me marrë leje për me vozit kere e nuk duhet me marrë leje për mu bo prende. Konsekvenca që janë shumë të mëdhaja kur veç vendos me u marrë me rritjen e një individi ose ma shumë. Asambleisti Arifaj nga sportet e preferuara veçon ciklizmin, derisa në muzikë preferon të argëtohet nga kolegët e tij bashkëpartijak. Janis prej Visar Kasës, Gen Saliut, Edona Vatocit, pra që ky një farë grupi pak ma alternativë, ndoshta që mundemi me thonë, që mundon ma shumë eksperimentu me muzikën atyre. Testu më pëlqen prej reperave, në fakt, edhe e gjeli albumi e narave. E sa i përket shkrimeve mbi pasurinë e tij, Visari qëndron prapa vlerave artistike dhe atyre materiale që posedon. Piktura në vlerë prej 1 miliard eurove, duket se përbën pjesën kryesore. Është një pikturë që ka shumë simbolik, qoftë për jetën në të cilën jemi rrit, edhe aspiratat e fëmija si fëmijë, se tema e pikturës është profesionet që me pëlqen, se është edhe shkrume në mënyrë jo shumë të saktë. Vizatimi që profesioni që unë e kom zgjedh si një nxënës i klasës parë, që kom pa veten si të rritur, ka qenë një traktorist. Kështu që vizatimi është me një njeri të lumtur të i gratë traktorit. A i ki pa si traktorist në Po nuk po më doket që ka ndonjë dallim të madh mes një politikani dhe një traktoristi, për shkak se edhe si politikan po duhet me i udhëheq zhvillimit të vendit dhe me kohë ata që ka me i ushqy gojat e të gjithë qytetarëve të këtij vendi. Ky është kryetari i Partisë së Fortë Visar Arifaj në një tjetër këndvështrim, i cili ka kohë që i ka munguar opinionit. Gjithsesi, do të vijë koha kur zotri Arifaj të paraqitet me deklaratat e tij legjendare kundrejt realitetit në vend.